violina. Si pas ke marrë pes në muzik, Mira? Më vjen keq, babi. Thjesht nuk më pëlqen piano. Largohu bashkë me pesën tënde. Do ta mendoj më vonë çfarë do të bëj me ty. Më mungon, mami, çdo ditë. Babi nuk më kupton. Përse nuk i kam vënë re këtë sunduk më parë? Për të qetësuar stuhin brenda? Mendoj se po, kam një stuhi brenda meje. Çfarë do të thonë këto shenja? Mira, më vjen keq që të bërtita. Gjërat janë të vështira këtu pa nënën tënde. Nuk e meritoje këtë. Unë thjesht, para se ta humnim nënën tënde, ti e dashuroje pianon dhe nuk e kuptoj çfarë ka ndryshuar. Nuk e dua më. Më kujtojnë atë dhe kjo më dhëmb. Të kuptoj mirë. Por kam një ide. Po nëse i ndryshoj instrumentet? Të ndërosh instrument? Mira, nuk mendoj se mund ta përballojmë një instrument të ri. Nuk ka përse. Gjeta një violin, lart, në Papafingo. Vërtet? Po, në një nga sundukët e vjetër. Mund të përdor atë. Ndoshta mund të më pëlqej më shumë se piano. Në rregull, mund ta provojmë violinën, por ti... Duhet të gjej një mësues të ri, e di. Do të gjej dikë. Hyr! Mira, po! Hyr, të lutem, shpejt, mbyllë derën. Faleminderit që më pranuat si nxënëse, Harold. Po, mos u shqetëso fare, tani Mira, mund ta shohim pak ato violinën? Violina? Po, tani nxirre violinën, të lutem. Çfarë mrekullie? Nuk do ta kisha imagjinuar as në ëndrat e mia më të çmendura. Çfarë ka? A mund ta luaj? Mundesh? Po e dashur, kjo nuk është fare puna ime, është komplet diçka tjetër. Më thuaj, ku e ke gjetur këtë violinën ti? Në Papafingon time, në një sunduk të vjetër. Përse, ka ndonjë vlerë? Mira, ti ke zbuluar violinën më të rëndësishme të gjitha kohërave. Je shumë qesharak. Shaka e bukur. Të dukem sigur po qesh? A është ajo një foto e violinës time? Po. Mira, violina jote nuk është vetëm një violinë e zakonshme, ajo ka fuqim të kontrollojë motin. E
po, Harold, ishte vërtet një kënaqësi që u takuam sot. Unë thjesht do të... Prit! E di që tingëllon e çuditshme, por më lejo të ta tregoj, të lutem. Nuk mund të jetë. Kjo është vërtet e çuditshme. Luaj diçka tjetër. Kjo është Il Violino del Meteo. Një violin mistike që kontrollon motin në varësi të mënyrës se si luan telat e saj. Kur isha fëmijë, mësuesi im I parë në orkestër më dhuroi një libër muzike. Bashkë me të, më tregoi gjithashtu dhe legjendën e Il Violino del Meteo. Një violin magjike që mund të bënte mrekulli, gjithashtu të sillte shkatrime të mëdha. Muzika në atë libër mund të luaj vetëm me këtë violin, por bota e kishte humbur këtë instrument prej kohësh. Dhe unë kam Il Violino del Meteo. Po, ti ke zbuluar një instrument që ka humbur aq thellë në kohë, sa askush nuk ja kujton ekzistencën. Por unë e kujtoj që në momentin që vendosa të marr si nxënëse, më erdhi ndërmend ai libër. Mira, ke në duar një armë me fuqi të madhe. Nuk e dua. Violina të ka zgjedhur. Më zgjodhi mua? Si të kishte vetëdije? E gjallë? Jo. Por mistike, magjike dhe e fuqishme? Po, duhet jesh gati të shërbesh Il Violino del Meteos. Dhe nëse nuk e bëj? Ajo mund të zgjedh një mjeshtër tjetër me qëllime mjaft të këqija. Il Violino del Meteo është zgjuar. Të kam pritur për kaq gjatë. Eja. Po. Shiko. Jo, në asnjë mënyrë. Po më thërretë, ëmbla ime. Të ndjej në ajrin që po më rrethon. Kam për të gjetur se s'bën. Sa po të kem në dorë Il Violino del Meteo, do të kem çdo element kryesor të orkestrës. Zjarrin, ujin, tokën, emocionet dhe së shpejti edhe motin. Kur instrumentet të luajnë njëkohësisht, unë do të kem fuqim të kontrolloj botën. Kam për të qenë I pandalshëm. Shkatërim në masë, frikë, manipulim, të gjitha të mijat. E ke zotëruar violinën më shpejt se çdo nxënës që kam njohur ndonjëherë. Nuk jam unë. Je ti. Je një mësues I jashtëzakonshëm. Vetëm do doja të kisha më shumë për të mësuar. Nuk do të mundesh ta fshesh më gjatë këtë. Forca kanë për të gjetur ty. Do të jem gati. Përdore motin në avantazhin tënd. Nuk e di kur do të godasin, por ata po vinë, Mira, e ndjej këtë. Edhe unë gjithashtu. Kush je ti? Unë jam ai që ka për të marrë violinën. Unë jam maestro, dhe kam ardhur për të marrë çmimin tim. Nuk do të ta lejoj. Ti nuk mund të më ndalosh.
Jo! Unë nuk kam frik nga pakshi. Duhet të kesh frik. Eja pra, jepi! Oh! Oh! Jo! Gjërat nuk duhet të ndodhnin kështu! Dhe si duhet të ndodhte kjo? Ti duhet të më druesh! Unë nuk kam frik nga asnjë. Çfarë? Do të kem mëshirë për ty dhe do të ta kursej jetën. Por kjo vjen me një ultimatum. Çfarë të duash? Më thuaj! Dorëzoj instrumentet e tua tek unë. Të lutem jo! Dorëzo ma orkestrën tënde dhe do të lejoj të jetosh. Nëse zgjedh të mos më bindesh, mund ta hamendësosh vetë se çfarë do të ndodh më pas. Në të dyja rastet, instrumentet do të jenë të mijat. Janë të tut, bëj si të duash, merri! Dhe largo nga ky vend. Mos u kthe më kurrë. Këto janë të tua për t'i mbikëqyrur. Do t'i mbroj me jetën time, Mira. Je e sigur që do mi lësh mua këtu? Nuk ka vend më të sigur se sa mësuesi që më mësoi të përdor fuqinë time. Ai më tregoi se kam shumë më tepër për t'i ofruar botës se sa i kisha imagjinuar ndonjëherë. Dhe maestro, a është zhdukur për gjithmonë? Ai nuk do të kthehet më. Oh, po thuaj se harova. Unë edhe babi jemi sërish mirë.